Le të flasim për diçka që tingëllon pak komplekse, por që na prek të gjithëve. Arkitektura e pakënaqësisë. A e keni ndjerë ndonjëherë atë ndjesinë që jeni gjithkohës online, të lidhur me gjithçka, por prap diçka nuk shkon? Një lloj pakënaqësie vazhdueshme, sikur gjithmonë jeni duke kërkuar diçka më shumë, edhe pse jeni plotësisht të angazhuar. Po ja ku gjërat bëhen interesante. Po sikur kjo ndjenjë të mos jetë faji ynë, po sikur të mos jetë një dështim personal. Sipas analizës son, kjo është në fakt produkti i qëllimshëm i një sistemi. Po, e dëgjuat mirë, një sistem i tërë i projektuar që ne të ndjehemi pikërisht kështu. Okej, atëherë le t'i hyjmë më thellë kësaj ideje. Gjithçka fillon me një koncept themelor, lufta e padukshme për vëmendjen. Dhe kur themi luftë, mos imagjinoni betejë klasike. Jo, kjo është diçka tjetër. Kjo është një fushë beteje psikologjike. Domethënë, arena e sotme e pushtetit nuk ka të bëjë më me kontrollin e tokës apo të parave, por me diçka shumë më delikate, kontrollin e mendjes son. Po pse gjithë ky mundim për mendjen tonë? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse në botën e sotme, vëmendja jon është pasuria më e madhe. Është, siç e quajnë shpesh, nafta e re. Shikoni pak këtë krahasim, sepse tregon gjithçka. Dikur, në epokën industriale, gjithçka varej nga kush kontrollonte burimet fizike, kush kishte më shumë, fitonte. Sot gjërat kanë ndryshuar totalisht. Produktet janë kudo, ka pafundësi zgjedhjesh. Ajo që është e rrallë, ajo që ka vlerë, është vëmendja jon, kapaciteti ynë mendor për t'u fokusuar. Pra, qëllimi nuk është më thjesht të prodhosh diçka, por të arrish të kapësh një copës nga vëmendja jone kufizuar. Dhe kjo përmblidhet në mënyrë perfekte nga ky citim. Arena qendrore e pushtetit nuk është më kryesisht fizike, ajo është psikologjike. Ky është një ndryshim themelor, një rikonfigurim i plot i lojës së pushtetit. Mirë, e kuptuam që vëmendja është thesar. Po, si e kap ky sistem atë thesar? Po, në zemër të gjithë shkaje, qëndron një mekanizëm i fuqishëm, motori i pakënaqësisë. Mendojeni pak logjikisht. Një person që është plotësisht i kënaqur me jetën e tij, nuk blen gjëra të reja. Një person i kënaqur nuk motivohet lehtë të dalë në protesta. Pra, nga pikpamja e sistemit, një person i kënaqur është një konsumator i ngrirë dhe një qytetar pasiv. Për këtë arsye sistemi ka nevojë të vazhdueshme të na bëjë të ndihemi të pakënaqur. Dhe ky motor ka dy ingranazhe kryesore. Në fushën e tregjeve, metoda është e qartë, të krijohet një hendek mes asaj që jemi edhe asaj që mund të ishim, më të bukur, më të suksesshëm, më të lumtur, me produktin e duhur sigurisht. Ndërsa në politik, loja është e ngjashme. Situata aktuale paraqitet si e padrejtë, e rrezikshme, e papranueshme, për të na nxitur të mobilizohemi. Bota e reklamave është shembulli klasik. A keni vënë re ndonjëherë një reklam pothuajse kurrë nuk thot, "Hey, je perfekt ashtu siç je." As pak. Mesazhi i hapur apo i fshehur është gjithmonë ti mund të ishe më mirë, dhe pikërisht në atë më mirë fshihet produkti që duan të shesin. Okej, por çfarë karburanti përdor ky motor për të funksionuar? Po, karburanti jemi ne, ose më sakt, emocionet tona. Le të flasim për atë që quhet armatimi emocional. Në këtë detej të zhurmshme për vëmendjen tonë, faktet e thata dhe informacionet neutrale nuk kanë shumë shans. Pse? Sepse truri ynë është i programuar të reagojë ndaj emocioneve. Një mesazh emocional e çan zhurmën, na kap menjëherë dhe na kërkon të reagojmë. Dhe ja, cilat janë armët kryesore në këtë arsenal. Kemi frikën, që na bën të kërkojmë mbrojtje dhe thjeshton botën në ne kundër tyre. Kemi zilinë, e cila ushqehet nga krahasimi social dhe na shtyn të konsumojmë për të arritur të tjerët. Pastaj vjen zemërimi, një mobilizues i jashtëzakonshëm politik kur ndjehemi të padrejtësuar, dhe sigurisht pasiguria, që na bën të kërkojmë shpëtim, qoftë te një produkt i ri apo te një lider karizmatik. Por keni kujdes, këto emocione nuk shpërthejnë rastësisht. Jo, ka një strategji pas tyre, një sekuencë e tërë, një proces i llogaritur hap pas hapi. Dhe ja si funksionon ky proces, i ndarë në 5 hapa. Hapi i parë, të kapet vëmendja, zakonisht me diçka shokuese ose emocionalisht të ngarkuar. Hapi i dytë, të kornizohet percepcioni, do me thënë, të na thuhet se si duhet ta interpretojmë atë që sapo pam. Hapi i tretë, të aktivizohet një emocion specifik, frikë, zemrim, dëshirë. Hapi i katërt, të na ofrohet një zgjidhje e gatshme, qoftë një produkt apo një ideologji.
Dhe hapi e pestë, ndoshta më i rëndësishmi, të përforcohet mesazhi, pa pushim. Ky hapi i fundit, përforcimi, është absolutisht kyç. Ai mbështetet në një fenomen psikologjik të njohur si iluzioni i së vërtetës. Ideja është e thjeshtë, por tejet e fuqishme. Kur dëgjojmë diçka vazhdimisht, truri ynë fillon ta ngatrojë familiaritetin me të vërtetën. Sa më shumë e dëgjojmë, aq më e vërtet na duket. Dhe sot, me teknologjinë që kemi, ky përforcim është bërë eksponencial. Algoritmet e platformave digjitale janë të dizajnuara të na tregojnë atë që na mban të angazhuar. Dhe çfarë na mban të angazhuar? Përmbajtjet emocionale, polarizuese, ato që na bëjnë të ndihemi urgjentisht. Kështu krijohet një rrjedh vicioz. Sa më shumë polarizohemi, aq më shumë përmbajtje të tilla na shfaqen. Dhe më e keqja, ne bëhemi vetë pjesë e këtij zinxhiri, duke i shpërndar këto mesazhe te rrjetet tona. Mirë, pamja duket pak e zymt, apo jo? Po a jeve plotësisht pafuqishëm përballë kësaj arkitekture? Jo domosdoshmërisht. Kjo na çon tek pjesa e funditve më e rëndësishme. Si mund të marrim kontrollin e fokusit ton? Për të kuptuar se si të mbrohemi, duhet të pranojmë një të vërtet të hidhur për veten ton. Ekziston një koncept i quajtur ignoranca racionale. Çfarë do të thotë? Në thelb, do të thotë që për shumicën prej nesh, koha dhe mundi që duhet për tu informuar plotësisht për një çështje komplekse është thjesht shumë i madh krahasuar me ndikimin që mendojmë se kemi. E çfarë bëjmë atëherë? Mbështetemi te rrugët e shkurtra, mbështetemi te emocionet dhe te historitë e thjeshta. Dhe ja ku arrim në thelbin e gjithçkaje. Pushteti i vërtet sot nuk është të detyrosh dikë të bëj diçka me forcë. Jo, pushteti i vërtet është të kontrollosh mjedisin ku ai person merr vendime. Të kontrollosh informacionin që i vjen, krahasimet që bën, frikrat që ndjen. Ky është kontrolli modern. Atëherë, cila është zgjidhja? Sipas burimeve tona, ajo nuk është e lehtë, por është e qartë. Vetdia. Thjesht të jesh i vetëdijshëm për këto mekanizma është hapi i parë dhe më i rëndësishëm drejt pavarësisë mendore. Të kuptosh se pakënaqësia jote po ndërtohet qëllimisht, se frika jote po kornizohet, kjo të jep fuqinë për të bërë një hap pas. Dhe dua ta mbyll këtë analizë me një pyetje, një mendim për ta marrë me vete. Në një botë që është e gjitha e projektuar për të na bërë të shikojmë përpara, tek produkti tjetër, tek kërcënimi tjetër, tek pakënaqësia tjetër. Çfarë do të ndodhte? Çfarë do të ndryshonte? Nëse për një moment ne thjesht do të zgjidhnim të shikonim atë që tashmë kemi.